Të nderuar bashkëdhetar, urojmë ta keni një mbrëmje të mirë, uroj që fati, shëndeti dhe gjithçka e mirë t'ju përcjell. Po ju lajmërojmë këtu nga shtatorja e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Ky e gjeti forcën fiset shqiptare mi bashku. E gjeti forcën mi bind që duhet me fal njëri tjetrin edhe me ndihmu. Duhet keqen mes veti me harru që të munëm armikun ta luftojmë. Po sot armikun më të madhe kemi egon ton. E për me mujt egon ton me luftu, ne kem bo program pune që njerëzit me motivu, me frymëzu, shpirtnisht me inspiru, me ja fal njëri tjetrin me ndihmu. Shoqatën roja e kohës në çdo komunë me organizu, që me bashkëpunu me komuna dhe qeverinë qendrore, me institucione shtetërore, me shoqata zhvillimore, me shoqata ekonomike, me shoqata humanitare, që beslidhin e shekullit 21 ta organizojnë me 21 shtator. Po nëse ju nuk mundi me marshu edhe me thirrë sloganin dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, edhe me bë lutje njëri tjetrit, edhe qytetarëve, bashkëdhetarëve tonë kudo në botë me na u bashku. Diçka nuk është në rregull me ju. Prandaj ju lutem për mirëkuptim. Uroj që marshi paqësor për beslidhjen e shekullit 21 të fillon në vendin ton, përmes shoqatës roja e kohës, që t'i ftojmë gjithë bashkëdhetarët tanë kudo në botë, t'i motivojmë që edhe për vetit manifestojnë, edhe për vetit fitojnë, edhe për vendin tonë të lobojnë, që edhe me 21 dhjetor forumin për klimën dhe paqen në botë të organizojmë. Ju e dini që lufta ka filluar ashpër. Kur ego njerëzit i bllokon djalli, nuk din çka menojnë, as çka flasin, as çka bojnë. Pa o derdh gjak zbohet. Ne jem të interesum mos me luftu. Ne jem të interesum vetën me luftu, me gjetë forcën, programe pune që njerëzit mi shëru nga mendimet negative, me moton stop hidhërimi, stop egoizmi, stop krimi, stop mos marrveshjet, hidhrimin mes veti dhe luftat ku do në botë, dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, të organizojmë marshin paqësor që të motivojmë bashkëdhetarët tanë ku do në botë, njëjtën ta bojnë që zëri energjisë pozitive nga vendi jonë ku do në botë të promovohet. Edhe programi me energjinë pozitive që njerëzit mundën më angazhu, me kontribu, me përfitu, të keqen me të mirën me ndryshuar.